Gjon Shkambi, xhaxhai vrasësi që i mori jetën gjyqtarit Astrid Kalaja, i ka rikërkuar gjykatës së apelit që t'i heq masën e arrestit në burg dhe ta zëvendësojë me një masë tjetër. Ai akuzohet nga prokuroria si nxitës i krimit dhe se kishte dieni për planet e nipit të tij Elvisit për të vrarë gjyqtarin. Kërkesa do të rishqyrtohet nga gjyqtari Gent Shala, ndërkohë Pandeuri do të paraqesë si argument dhe 2 kartela miksora të tijën dhe të bashkëshortës ku sipas mbrojtjes tregojnë se të dy janë në gjendje të rëndë. Ndërkohë nga ana tjetër autori i vrasjes së gjyqtarit Elvis Shkambi deri më tani nuk ka paraqitur asnjë kërkesë ku kundërshton masën e sigurisë. Në rrëfimin e tij përpara policisë, Elvisi tha se vendimin e mori në gjaknxehtësi e sipër si pasojë e konfliktit 30 vjeçar për pronën. Ndërkohë më herët la qelin roja i gjykatës Banush Koxhaj, i dyshuar për shpërdorim detyre, mbasi duke mos kryer kontrollin e duhur me detektor, u mundsua hyrja armatosur e autorit.